gjatë 5 viteve ka qenë një deshtak në udhëheqjen ose në ekzekutiven si kryeministër i Kosovës. Kjo është e qartë, pasi që ofertat që i ka drejtuar në drejtim të partive kanë qenë vetëm sa për të thënë, pasi që për afri ose një ofertë ma serioze mund të them, edhe se edhe ajo ka qenë vetëm sa për sy e faqe ka pas me nismen, e cila i ka pas në gjirin e vet ose në mundësinë e vet i ka pas 3 deputet të cilët nuk i kishin mjaftue për ta formuar qeverinë. Letrat që i ka drejtuar drejtim të lidhjes demokratike, unë mendoj edhe ato kanë qenë vetëm farzë sa për të mbuluar dhe sa për të arsyetuar nesër ose tani tek qytetarë që unë e bëra përpjekje të mjaftueshme, por opozita nuk deshti. Edhe se unë mendoj që edhe nëse ka bo ofertë ma serioze, po prap fajtor është ai i cili nuk e don asnjë parti politike të afrohet me të, pasi që dihet botërisht lidhjen demokratike e ka poshtëru në mandatin e parë kur e mori, duke i nxirr ministrat dhe duke bën një lojë të them të pa drejt dhe të pa skrupullt kundrejt një partije politike e cila ishte në koalicion me të. Kështu që unë e di që lidhjen demokratike e ka si thojnë, e ka djeg kungullin në sofer dhe pastaj ju ka frigu edhe në garë nuk ka guxu me u afru ose me pas ndaj afrime ta. Tek ne nuk ka pas ndaj iniciativë për të pas koalicion, edhe se unë që në fillim të krijimit, pasi që u kriju Parlamenti i Kosovës, e kam pas një mendim të cilin e kam shpreh edhe në kryesi të partisë dhe jo kam thënë kjo dihet botërisht që ata nuk na dojnë për krijimin e institucioneve neve si parti, por ne duhet t'i drejtohemi me një letër dhe t'i kërkojmë që na jemi të gatshëm për të hyrë në koalicion, por kryeministri na takon Partisë Demokratike, pasi që është njeri i dëshmuar dhe është më i mirë se kryeministri tyre, pasi që gjatë 5 viteve ka qenë një deshtak në udhëheqjen ose në ekzekutiven si kryeministër i Kosovës.